Edhe si këshill studentor kemi marrë pjesë, domethënë si pjesë ndihmëse në organizimin e këtij kongresi. Në kuadër të marrëveshjes që është bërë dje, domethënë është nënshkruar nga Universiteti i Prishtinës dhe Kolegji i Kirurgëve të Kosovës në ceremoninë e hapjes së kongresit të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, ne kemi me vazhdu me marrëveshjen e cila do të nënshkruhet nesër një memorandum bashkëpunimi mes Këshillit Studentor të Fakultetit Mjekësisë edhe Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës. Qëllimi i tij është domethënë që studentët të angazhohen në trajnime të certifikuara të cilat do të organizohen në kuadër të qendrës për kërkime, simulime dhe trajnime mjekësore që është nisur domethënë. Përfshin trajnime që studentët mund t'i përcjellen në kuadër në dhomat e specializuara për simulime, pastaj qendër që studentët të jenë pjesë e revistës që publikohet nga Kolegji i Kirurgëve të kenë një hapësirë të veçantë aty, po ashtu edhe të marrin pjesë në kongreset e tilla dhe që të kenë hapësirën e tyre të veçantë për t'i prezantuar punët e tyre. Këto kongrese janë thelbësore dhe janë shumë të nevojshëm për ne si mjektëri për arsye se ne mësojmë shumë nga përvojat që kirurgët tonë vendore dhe ata ndërkombëtar tregojnë edhe mundohemi që njohuritë që ata kanë kaluar të zbatojmë edhe ne në të ardhmen si pjesë e mësimit.